Okej? Çka ke bërë? Një fustar. Për sa bukur I ke kapur, mama? Ka për mirë, se nuk I kapë. Qysh? Ka për mirë. Ka për mirë se se kap dot? Po. Se jam pishur. Unë nuk di. Ti dish, sa bukur I ke vënë ti të gjitha. Bravo. Zuje. Ja. Fami delik. S'ka gjegje, me lu. Kushtë të çmendën ty? Makinat ato di. Makinat na çmendën. Unë më edhe qanë. Çka ke bërë? Kam vatë sonja, kam sonja, tani janë të bukla. Ku ke parë ti që janë ashtu thojnë? Janë pink, purple, red, pink, purple, Green, red, red, green, orange, yellow. And what is the yellow? Purple, green, pink, and purple. What is that? Orange. Pak malan. Çka ke? Malan. Të ranë. E pse po I trokisi aty të bufeja ti? Pse po I bëje ashtu? Po janë të bukla. Janë të bukura. Janë thonë një. Po, ashtu bëhen tajnë. Janë të bukla shumë. Kë ke parti që I bën thonë të ashtu? Nuk e di. Janë sonja që I lë mami sonja. Po mami I luen, po nuk I bën ashtu, aq. Ja I lën me t'i lula. Koralit mos I jep asnjë nga ato, okay? Se I Okej. fut te goja. Okej. If for you? You do it for me? It's cheese. Some. Gosta Lucy? Gosta Lucy? Olha ali. Gosta Lucy? Ja, gosto. Gosto de Lucy? Gosto de Lucy? Chili? Ja, gosto chili? Chili? Chili a Lucy? Bravo, tani na. Na të që vogël. Të që vogël. Është këmba e Lushit. Është këmba. Ja, ku është? Si bën ko Ali? Si bën ko Ali ku flet
Dëgjoj. This mami. Mama. Korali. Pacim. Pacim. Bravo, Delita ime. Pacim. Excuse me, that phrase? You'll catch us up. Boy no. Au! Stoptima. Non dai ho visto. Katalia. Katalia. Ato nuk jam. Katalia, Paci. E si që patë sot në mëngjes, Katalia filloi kopshtin. Tani për momentin unë kam ardhur që ta marr nga kopshti, por jam goxha erdha herët me idenë se që të zinte pak gjumi Koralin, se Korali e ka ato huqin që po e zuri gjumin në makinë dhe po e lëvize, nuk ka shanse që të flej më. Katalia e ka të kundërtën, flej sa të doj. Po shikoja këto kopshtet e këtyre shtëpive që janë plot me lule. Bucha.
Edhe të kosh. Ku janë kofra? Aty i goshet. Tu të kosh, tu të ki. Kosh i bashkë. Se të shra. La moje, se në të gjithet. Të mori era gjethet. E qa bën ti? Oh. Ka bët një mën ti? Babi. Edhe ti. Edhe ti. U që keqe, mami, kur bën kërç ti. Po shirë ju. Hongace. Corali. Ti mund ti këtë. Mama. Corali. Kushiri. Kushiri. Lucie! Lucie! Papi? Ciao! Sa, gri. Se duhet që ta marrësh ti. Hajde ke babi. Hajde ke babi. Hajde ke babi. Të dashur miq, mirë dita, u bën disa ditë që nuk e kam hapur kamerën për të folur së bashku. Po mendoja që t'ju tregoja se çfarë bëm sot. Dolëm me Koralin përpara se të vinte orari që të merrja Katalejen, edhe me qenë se bëra një furnizim të vogël për shtëpinë, gjithashtu vuta dhe tek dyqani River Island. Atje mora 2 veshje, njëra e gjeta me ulje, tjetrën e mora për fiksim, sepse kam shumë kohë që nuk vesh diçka të tillë. Një jaket jeans e mora 55 pound, ndërsa këtë
e mora me ulje 25 pound, fiks për këtë kohën deri nga tetori, që zakonisht këtu fillojnë edhe ngricat. Në fakt pash edhe për koralin e për katalejan, po dua që të dalë një ditë tjetër, sepse do të bëj pak një rishikim të gjërave që këto kanë, edhe të shikoj se çfarë u duhen, që ta kem të qartë se çfarë të ble. Këtë javë ne do të jemi vetëm, sepse përsëri babi ka shkuar me pushime në Shqipëri për një javë. Zakonisht Arseni ka dëshirë që të shkëputet pjesën e pranverës edhe të vjeshtës për rreth një javë ose 10 ditë. I pëlqen shumë kjo periudhë kohe atje në Shqipëri. Sa kam shoj. Kur ka Lina Lucy? Bravo! Është hunda ajo, është hunda. Bravo! Të të që mami kur bëni bravo ju. Merja Rusin. Merja Rusin në që. Korali, kushta Rusi? Merja Rusin? Bravo! Duar të rëkiti në që? Sinë. Ka qefo, mama. Ka qefo, më semër? Surprise. Bëja dhe njërë si ja bërë? Ke mësuar tjetë? Që pala me modlen? Që pala me modlen? Për që pala? Pala. Oj, të lita. Baby, jo. Atu. Dikli. Kapi flokat e motlës. Kapi flokat e motlës. Kapi flokat. Pisë ti. Nu që mami. Keçime të dola? Krali, kushta Rushi? Mele Rusin? Bravo. Taka. Puce Lucy. Pëqa foja Rusin pse o dhe më mjende? Pëqa foja Rusin? Pëqa foja volt. Pëqa foja volt. Ashtu? Ka përja flokët motrës? Këtë gordë.
Katali. Drita ime. Ja, mami. Is ik aan? Mami was bertien. Cepat buatlah. Ay. Sada ti. Hey! Hadi tu. Ada sih kan aja. Sayang. Sayang, ha, je. Io Jeti. Pone di, jeti. Hey. Sami. Sami. Ik heb de jeans aan duurt. Ik heb dubbeljet. Mere atë qëra mami? Jam 12 copë. I ke të tëra ngjyrat, na. Edhe do kërcesh. Edhe dhe këti të Sa të dëmë, të zdiblane, po. Pink. Leila, kjo është kështu e parë. Do kërcesh tani si të doj qefi, po kujdes, mos i shkel se rëshket me ato mami. Mirë, mos shkel tek ato. Hidhi të divani tani të gjitha. Shka Sami? Pa. Shka Sami kolali? Pa. Unicorn is like this. Beep, 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 my num. Unicorn is like a claim. Yow, yow. Ouch! Ouch! Talia, mere atje pak një bebelin atje. Okay. You don't believe what I meant.
Korali, në mamit balin? Në ma balin? Në mamit balin? Korali. Atjene ti mamit. Në ma balin, mamit? Në ma balin? Në ma mamit balin? Në ma balin? Osat. Ne të dyja tani po presim sa të vej ora që të shkojmë të marrim Kataleën, sepse e quam të dyja në mëngjes, siç kemi thënë, babin e kemi andej, edhe do të jemi edhe pak ditë vetëm. Edhe unë me Koralin, si që edhe më që andej nuk u gjveshëm, po kemi ngelur kështu, kam bërë në një punë të vogël kështu në shtëpi me gjysmore që fliti Korali, ndoshta 1 orë. Edhe tani kemi edhe gati një 2 orë e ca për të marrë Kataleën. Jashtë sa po ra pak shi, në mëngjes ishte kohë e mirë. Bëj paqim, mami, bëj paqim. Korali, po bravo, bëj bravo, bëj bravo, bravo. Ka mësuar të thot paqim, bravo. Qepala me mamin, ka mësuar bravo, 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 qepala, qepala. Si që ben? Sikoni si që ben? Sikoni si që ben? Kap mami të flor, usi do të gol, usi do të gol. Usi do të gol, do të gol. Ta. Ta. Do telefon. Doktor, kam balecin e telefon. Qiko si ben? Qiko si ben kur I prishe qefi? Qiko si ben kur I prishe qefi? Espër ke dhe lursu? Espër ke dhe lursu? Espër ke dhe lursu? Si gjithmonë ta të dytët të bëgë dhe lurta. Kalamana të dytë. Oh, shpirë. Mi mbrëma të dashur miq, e hapa kamerën tani, sepse jam duke rregulluar mielin, mora online në Amazon, mora këto 2 kutit, të cilat janë me kapak, kapakun e kanë hermetik, edhe kanë edhe këtë pjesën këtu, e cila po këtu është hermetike, ja, po thitet, edhe do forcë që të hapet. Mendova që t'i marrë të dyja për mielin, sepse deri më tani I kam patur ashtu në pakot e veta, por nuk më pëlqente, duhe që t'i kem kështu të rregullta. Secila nga këto ka për masën 11 litra, por miell morën 7 kg e gjysëm, sepse unë marr nga ato pakot që kanë brenda 5 pako nga 1 kg e gjysëm. Pra duhet ta ngjesh një pak miellin që t'i marri të gjitha pakot, nëse ju I merrni kështu siç I marr unë. Unë zakonisht marr 2 pako të mëdha nga 5 branda, pra 15 kg miell. Kur të marr përsëri do të mbush edhe të dytën. Ja si duken edhe këtu në raft. Këtu kam hedhur mielin e thekrës. Këto janë ato 2 format e bukës. Dhe këtu tasi I drurit që unë gatuaj bukën. Gili, gili. Qaj beno, mama? Ja, mami. Ej! Leto, Katalea. I see you have so much fun. Leto, Katalea.
Ka faja jo që qesh? Po I qa mami, si more frymë. O Kataleja. E do ta vrasësh? O shpiltim, ti që të bëna jo. I see kolar. So hide this spot. Okay? You so hide this spot. Thank you. Yeah. I'll use mushrooms to make eyes and olives for the smile. And I'll use Përshëndetje nga dita tjetër. Po qes Korali, që ka gjithë ditën që qanë, në fakt e ka shkelur pak gripi, edhe ka hund. Temperaturë ka pasur deri në 37.5. Aq sa e bën në këtë gjendje kështu që nuk ka fuqi. Edhe mendoj që mund t'i dali ndoshta edhe ndonjë dhëm tjetër, nuk jam e sigurt, po që ka pak si rruf, si pun gripi, duket që është na hundët kështu. Tani, nuk e di se sa do t'na lërë edhe Korali, por unë I kam dhënë fjalën Katalejes për sot, që në mëngjes që po ikte në Kopësht, I thash që kur të vi mami dhe Korali të marrit e Kopshti, do të bëjmë një tort, po në fakt unë do të bëj cheesecake. Po Kataleja, unë mbajta fjalën, po Kataleja nuk po e mban fjalën, është në gjumë edhe nuk po ngrihet. I thash që të vish të bëjmë tortën, më tha një herë po, edhe u kthye në krahun tjetër. Tani, unë mendova që ta bëja, okej, ja, t'jep mami një gjë tjetër, se do të marri thikën. Ja, papakun e thikës. Edhe I lukën. Tani unë mendova që cheesecake-un ta bëja me lule shtrydhe ose me boronic, këto dy fruta tili kam aty në frigorifer, por këtu afër lagjes kemi edhe një pjesë që ka manafera dhe mblodha ca manafera të egra, se manafera të buta ka sa të duash këtu në shitje, po janë të tharta edhe limoni nuk është aq I thartë, të paktën për mua ashtu duket. Aq mjaftueshëm janë, të shikojmë nëse dhe Kataleja do të ngrihet. Meqense unë këtu në kanalin tim e kam sjell recetën e cheesecake-ut, madje me lule shtrydhe, nuk po mendoj tani që ta filmoj atë hap pas hapi, por gjithsesi ju të shikoni përfundimin e tij, edhe ndonjë moment që mund të jemi duke përgatitur. Mirëmëngjesi. Kataleja përpara se të iki në Kopësht, do haj pak tort dhe për ta dekoruar gjasme, ja lash Katalejes në dorë. Edhe shikoni sa bukur që ka bërë Kataleja? Po? Po. Do ham tani? Po. Emil? Brava. Mama, po. Where's Bobby? Where's Bobby? Oh, Siri Ibrahim. Siri Bobby? Siri Bobby.
Tyti. I can't wait to see a good page. How about the story? It said, I called giraffe. See, I called giraffe. I called giraffe. See, I called giraffe. I found giraffe. Yes, it's another page. It's another page. See another page. It said, I found a new with giraffe. Can you say that? Okay. Once upon a time, it's a little giraffe on this blue place. Can you say that? See, it's a giraffe on this page. So you can see it and you can play with this. See? Të dashur miq, sot është e premte, sapo morëm Kataleja nga kopshti, po dhe gjithashtu sapo zuri gjumi edhe Koralin. Edhe me qenë se tani jemi bashkë me Katalejen këtu në qetësi, tu tregoj përsëri blerje. Sot si e premte, unë dola me Koralin, sepse kur I kam të dyja në shtëpi I shmang pazaret, sepse nuk dua që të vi vërdall me të dyja në për dyqan. Në fakt u nisa për të bler 2 dhurata dhe përfundova me gjithë këto gjërat të tjera që ishin të paplanifikuara. Qa ha Kataleja? Letrat lagura. Pise? Po. Fillojmë njëherë të tregoj dhuratat, të cilat janë për 2 mbesat e kësaj komshies këtu përballë. Ju e dini tashmë, për çdo festë, sidomos për ditëlindje, ajo nuk I la Katalejen dhe Koralin, kështu që normalisht në një farë mënyre edhe unë duhet që të bëj për mbesat e saj. Binjaket tani të bëjnë 1 vjeç dhe unë ju mora këto 2 fustanët. Dihet që janë të 2 njësoj për binjake. Kanë të lulet e bukura kështu edhe kanë edhe këto getat. Tani vazhdojmë me gjërat që blem për ne. Vazhdojmë këtu me të parin fustanin e Katalejes, të cilin e pëlqeu shumë, e kam marrë atë. Po, pastaj të tregoj atë. Të cilin e pëlqeu shumë. Përsëri dhe fustani I Katalejes ka një palë geta, të vetat, me të lulen e vogël këtu. Materiali është shumë I mirë, I ngrohtë dhe I butë. Këto materiale ju e dini tani që unë I kam shumë qef, sepse janë dhe të lehta në trup, por gjithashtu edhe të ngrohta. Tani vazhdojmë me këto. Në fakt këto ishin me 30% ulje, siç e shikoni edhe këtu. Edhe thash hajde po I marr l'etiket se Kataleja në rritje është. Këto ishin për moshën. Do t'i veshësh këto Kataleja? Për moshën 4 deri në 5 vjeç. Edhe janë fiks për verën që vjen. Ishin bashkë të dyja si set. Edhe janë pambuk. Kjo është e imja. Kjo ishte 20 pound. Një këmish. Kadif. Më pëlqeu më shumë për detajin që kishte këtu tek jaka. Një palë pantallona, por që vjen si fund pantallona, pak a shumë.
ngjyrën koral dhe ishin me 50% ullje. Çmimi reale kishin 14. Koral. Hajde ti kem, po koral mami. Ti kem për vitin që vjen. Koral. Vishen, po koral, është ngjyra mami koral. Në koralet e detit. Kur të rritet edhe pak ti biri do ta kuptosh se çfarë është. Tani ku i ke lënë ti mami getat e tjera, se Katalea e hapi pakon e getave, i mora një pako me 3 palë geta. Tjetë dhurma. I ke lënë, e mirë, mos bëj shumë zhurmë. Meri edhe mos bëj zhurmë. Ti sjell Katalea dhe ua tregoj këto të bardhat, po ashtu për Katalea. Është ky kostumi, bluza është kështu, me zinxhir. Shumë material i mirë, edhe tutat kanë këtë prerjen, kështu nga fundi. Katalea do t'i mbaj në për shtëpi, ose kur të dalim, ose kur të luaj këtu në lagje. Janë material shumë i mirë edhe sidomos për tani që është freskët. Getat e tjera janë këto gri e hapur, edhe këto roz e ëmbël. Tani, mos ma lëviz mami kamerën. Tu kemi edhe një gjë tjetër për Katalean. Shikoni sa e bukur, materiali po ashtu i but. Me krahat kështu. Është shumë e bukur. Po të kisha gjetur një me mas pak më të madhe, do ta merrja edhe për vete, se që ka shumë e bukur. Qa the mami? Ha? Ke një çfarë? Ede! Ede? Po! Po që është ide? Ede të një gjë. Mami, e ke një ide? Po! Po mos bëj kështu, mami, kur të pysu. Dhe gjëja e fundit është ky fustan, sarafan, nuk e di si mund ta quaj, po besoj më shumë sarafan, material kadif. Dhe ka këtë gjën e bukur këtu përpara, jakan me këtë lidhësen. Mendoj që ky vishet ose me një golf të hollë poshtë, që kur është akoma dhe më freskët, më ftohtë, por mund ta veshësh edhe me një këmish të bardhë ose çfarë do lloj ngjyre, sepse ky është i zi edhe shkon me të gjitha ngjyrat. Unë harrova për pjesën tjetër që t'ju tregoj dhe çmimet, tani që mendova që t'ju heqja etiketat, u kujtova. Ky fustani i zi ka bërë 24 pound, ky kostumi i Kataleas ka bërë 15 pound, kjo bluza kemi, ka bërë 14 me qershi. Këto getat, më duke se ishin diku tek 6 pound, se kjo ja hoqi atë kutinë e vet. Dhe më duket se harrova dhe çmimin e këtij fustanit që ishte 16. Po. Tani të gjitha këto që morëm, ju do t'i shikoni veshur, por në për video tona në vazhdim. Ata veshi, please. Po, ti veshi. Okay. Ciao ime. Është për ty. More libra ti? Po më la libra. Okej. Ulu, të pim çajin, të hamë ëmbëlsirën e do lexojmë librat, okej?
Blita. Gjeti ti këta shosha të tani? Që po thoshe ti në që dhe tani? Koka? Që po thoshte Korali tani? Koka? Për herë të parë sot? Ka thënë? Shkroj në kë. Korali? Si kom vejtën Korali. Si pas shqytja. Korali, koka? Has the mocha? I got you. Ow! Radicals. Radicals. Wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands until they're squeaky clean. Let's pretend to wave to a friend. Të dashur miq, mirë mëngjesi. Sot është e diel, nuk kemi shumë që jemi ngritur, sapo hëngrëm mëngjesin të treja. Babi sot do të kthehet, është rrugës. Për momentin unë po pres që të zërgjumi Koralin, sepse nuk po rri. Edhe pastaj do të rregulloj gjithë këtë rrëmujën që është bërë që nga mbrëm. Că babi zemrën? O dritë? E këndu pa babi gjati? Sa pijami? Të telefoni. Kuqa! Ku ka babi nuqën? Ku ka babi Katalin? Ku e bebe ato? Ku sa ka ble? Mami? Korali? Shkonja thot. Ku? Aty? Ku babi? Aty. Te klau. Hajde ki babi. Hajde. Hajde dita. Ku ka babi zemrën? Ku ka babi tuqën? Në ka sjell babi rush, këto shekët, edhe këto nektarinat. Shikoni që i ka sjell Katalies babi, ka sjell këtë xhupin që ka bler atje tek çto uja, edhe i ka sjell edhe Koralit këtë kompletin që është me këtë bluzën e bardhë, edhe këtë paliqetat. Gjithashtu më ka sjell edhe mua këtë dhuratën, unë nuk e kam hapur akoma, dhe lash që ta hapja tani, ndërkohë që ua tregoj edhe juve. Që më ka një varse, sa e bukur. Sikoni që? Kam Koralin këtë krau.